Është ndar nga jeta në moshën 85 vjeçare ish kryetari i Bashkisë së Korçës, Dionis Robert Kotmilo. Ai e drejtoi Bashkinë e Korçës për një mandat nën logon e Partisë Demokratike gjatë viteve 1996-2000, duke qenë kryebashkiak edhe gjatë periudhës së trazirave të vitit 1997, duke mbetur simboli i qytetarisë dhe ndershmërisë. Në vitin 2000 ai vendosi të mos kandidonte më, duke njoftuar edhe tërheqjen nga politika, pasi ishte edhe në prag pensioni. Më herët ai ka qenë edhe drejtuesi i Këshillit Bashkiak të Korçës për 4 vite para se të bëhej kryebashkiak, teksa ka punuar edhe për 29 vite si kryeinxhinier i ndërmarrjes së frigoriferëve në qytetin Juglindor. Vitet e fundit ai jetonte në varfëri, i vetëm në banesën e tij të vjetër dhe ushqimin e siguronte nga një fondacion në Korçë. Lajmi për ndarjen nga jeta të Kotmilos ka trishtuar shumë qytetar të Korçës dhe ata që e njohën për kontributin e tij. Berti Kotmilo do të mbahet mend për vlerat dhe qytetarinë që e karakterizonte, për modelin e tij, për punën dhe për kushtimin e rrallë. U prehsh në paqe Berti Kotmilo.